ju përshëndes nga edicioni informativ këtu në ekranin e Blu Televizion. Do të ndalemi në zhvillimet e ditës edhe pikërisht në aktualitet, ku është mbajtur edhe këtë të hënë një tjetër protestë e shoqatës së shërbimit të transportit urban ndërqytetas dhe ndërkombëtar në Vlorë. Rreth 100 përfaqësues të këtij shërbimi janë mbledhur duke i bërë thirrje për të disajtën herë bashkisë të rishikojë vendimin e zhvendosjes së stacionit interurban, pasi, sipas tyre, destinacioni i ri nuk plotëson asnjë prej kushteve, e për më tepër është larg nga qyteti. Përfaqësuesit e transportit interurban të qytetit Vlorës kanë dalë këtë të hënë në një protestë paqësore. Protestë kjo e zhvilluar në hyrje të qytetit në rrugën që lidh aksin transballkanike me autostradën e Vlorës. Ata protestojnë për vendqëndrimin e ri të autobusëve interurban që është zhvendosur në hyrje të qytetit Vlorës, duke u larguar nga rruga e re ku ishte më parë. Unë jam Francesco Enuzej, përfaqësuesi i shoqërisë interurbane. Edhe sot jemi mbledhur këtu për stacionin që na ka kaluar bashkia në Miratin, që është stacioni i ri këtu te Kastrati, te rruga që lidhet me Burgun. Dhe ne jemi fare dakord, nuk kemi bërë asnjë marrëveshje asnjë gjë me bashkinë që thotë kemi bërë marrëveshje, kemi rënë dakord me autobusat, ne nuk kemi dakord. Tu s'plotësohet asnjë kusht. Tu qytetari është i rrezikuar, shoferët janë të rrezikuar dhe ne nuk kemi dakord fare, s'ka kushte më minimale. S'kemi ku mund të qëndrojmë, s'kemi ku mund të bëjmë një biletari të ri shoferi dhe pasagjerët të rinë rehat, që të presin autobusin. Por në qoftë se ka kushte, në qoftë se ndërtohet në terminal, atë po kërkojmë. Se terminali është për autobusa, nuk mund na çojnë në rrugë. Tu na rrezikohet jeta. Ju keni denoncuar dhe një fenomen tjetër që ka të bëjë me taksit pirate. Pirateria tani është rritur gati 95%. Ne 5% po çojmë pasagjerë në Tiranë, tani edhe me rrethet e tjera. Sepse në vendet që ishim ne, tani ka kaluar stacioni fugonave, taksive, 4+1. Ne do vazhdojmë, do pezullojmë punën, siç e kemi pezulluar dhe sot, do pezullojmë punën se s'ka zgjidhje ky më fenomen. Po na marrin nëpër këmbë. Ne jemi taksapagues të rregullt edhe nuk po ja dalim dot më. Ne kërkojmë kushtet më minimale që ekzistojnë. Stacioni ku na ka caktuar kryetaria e bashkisë është stacion më mizerabël që nuk plotëson kushtin më minimale. Halli jon është edhe ky, nuk ka kushtet më minimale. Nuk ka një tualet dhe kushti më minimal që kërkojmë ne është se këtu është burim aksidenti. Ne duam një terminal. Derisa të na bëhet terminali, mund të na lënë atje ku ishim. Nuk jemi kundra ligjeve, ne jemi taksapagues. Në fjalën e tyre për mediat, përfaqësuesit e transportit interurban thonë se vendqëndrimi i ri nuk plotëson asnjë kusht për të qenë një stacion urban. Sipas tyre, në rrugën ku po qëndrojnë u rrezikohet edhe jeta, për shkak se zbarkojnë pasagjerët dhe bagazhet në anën e rrugës, duke u kthyer në burim aksidentesh. Thonë se protestën e tyre do ta vazhdojnë duke pezulluar aktivitetin derisa të merren masa. Kërkesa e tyre kryesore është ndërtimi i një terminali. Nëse ndërtohet një terminal me kushte maksimale, atëherë do të vazhdojnë të punojnë të qetë. Konfirmojnë edhe faktin se vendi ku kanë qëndruar më parë është kthyer tashmë në një hapësirë ku qëndrojnë taksit dhe furgonët pirat, të cilët sipas tyre u marrin klientët. Zhvendosja e vendqëndrimit të autobusëve interurban sipas tyre penalizon aktivitetin pasi i ka larguar klientët. Jam administratori i shoqërisë Trasel nga Elbasani. Vi nga Elbasani këtu për të stacionuar. Kur nuk kam stacion, nuk kam ku të rri. Vjen pasagjeri nuk e pres, do ku ta pres. Se s'kam ku ta pres sepse derisa s'ka stacion. Edhe kërkojmë të bëhet terminali. Duke bërë terminali mbyllen gjithë problemet. Por këtu që jemi shumë skandalos. Jemi të rrezikuar në çdo hap, në çdo moment, sepse njerëzit nuk janë gjithë lloj. Ti hap bagazhin, ai vjen në fut kokën atje, edhe do të përplasën makinë. Edhe me bicikletë përplasë ashtu, me makinë që vjen 7 në orë, 8 dojtë. Dhe kjo është shumë problem. Jo, tu s'ka toalet, s'ka asnjë gjë më normale. Sepse duke pas gjithë si ti flas, kur në bëj rrugë, 4 orë rrugë vi këtu, edhe s'ka ku ndaloj, ku të shplohet një sekond. Jo, edhe ne për shembull në Elbasan nuk kemi fare kushte në Elbasan. Jemi shumë skandalos, sepse ne jemi preferi, për të paktin kemi këto. Toaleti ka, gjithë ka, pavarësisht se si është situata atje. Ndryshon. Terminali është mbyllur çdo veprim, çdo gjë, sepse ne të kërkojmë.
sepse ne jemi falimentuar, pavarësisht se ne jetojmë me sforca. Edhe këtu kur kemi dalë ne s'marrim gjë. Nuk i përgjigjemi të punës, tatime, taksa. Si përgjigjemi fare dot, sepse mund të problemo të përplasim me policinë. Pse përplasim me policinë? Policia ka drejtë që të bëj atë 1 metër në rrugë dhe bëhet aksidenti, kush më përgjegjësi nuk e di. Në gjithë Shqipërinë, jo në botë, ka terminale. I vetmi qytet vetëm Vlora s'ka terminale. Me që thonë që është provizor, na lën atje ku kemi qenë derisa të bëhet terminali. Këto kisha. Ndërsa nga Bashkia e Vlorës, përfaqësues të pushtetit lokal konfirmojnë se shumë shpejt do të ndërhyet për plotësimin e disa prej kushteve elementare, në mënyrë që hapësira aktuale të mund të quhet stacion interurban. Projekti i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, i financuar nga Banka Gjermane, është stacionuar tashmë në lungomare në Vlorë, të vetmen zonë deri më tani të padëmtuar. E banorët e zonës e shohin rastin si të paprecedent se si një projekt të vitet e fundit realizohet pa sistemin e ujë të pishëm apo rrjet të cunguar të kanalizimeve. Projekti i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, i financuar nga Banka Gjermane KFW, ka prekur dhe lungomaren si të vetmen zonë deri më tani të padëmtuar. Firma azerbaxhanese Akelik po çan shëtitore në pjesën e trotuareve, duke shkatruar një prej zonave më të rëndësishme të qytetit të Vlorës. Çarja e segmentit po bëhet me anë të sondave shpuese, të cilat fusin tubët e ujit të pishëm me materiale plastike që janë furnizuar me ujë. Por pavarësisht se operohet në një tjetër mënyrë nga qyteti, sërish dëmtimet që i shkaktojnë shëtitores së Vlorës janë të mëdha. Pas përfundimit të një pjese të punimeve, Blu Televizion ka parë nga afër situatën ku është konstatuar një dëmtim tejpërtej i vendkalimit të këmbësorëve. Banorët e zonës, por dhe ata që frekuentojnë qytetore, në shohin si një rast të paprecedent. Është e pashpjegueshme sipas tyre që në Vlorë edhe një projekt i ndërtuar vitet e fundit realizohet pa sistemin e ujit të pishëm apo rrjet të cunguar të kanalizimeve. Ata thonë se kjo situatë sjell dëmtim të projektit, i cili nuk do të jetë më asnjëherë në gjendjen optimale. Pajisor, çdo gjë në rregull, me gjelbërim, me detin fantastik. Ka filluar. Aty ku janë për treguar, patjetër që duhet vendos. E çfarë gjithmonë ka çarje. Në çdo lagje që shikosh, në këtë pikë nuk jam dakord. Po? Duhet të jetë më me rregull. Duhet të vendosim me rregull një herë një lagje, jo të bëhet konfuz në gjithë Vlorën siç është bërë. Patjetër. Po ku e ke? Unë tani kam marrë luften. Amerika është, ka shumë rregull. Atje bie bora, vjen me njëherë të heq ai. Nuk e di. Nuk them se duhet kthehet. Nuk ka shpresë kam, nuk mund të them 100%, po sepse gjithnjë mendojmë që çdo gjë duhet të rregullohet, se s'bën. Ne ta shohim Vlorën ashtu siç ka qenë. Pavarësisht se koha ka pasur vetëm mira dhe të tjera atij sistemi. Temi çarjen e shëtitores. Ja, ke këtu apo edhe aty më poshtë. Si e vlerëson? Thjesht e mi mendim, jo. Normale jo vlerëson. Jo, tani që s'është periudha, domethënë që ka dhe shumë vizitor. Mirë është të bëjnë, se një do bëjnë ato. Po dieta, këto punimet ku fillojnë, të të bëjnë që në fillim. Jo pasi shtrojnë rrugët e asfaltojnë, pastaj kujtojmë i prapi hapim. Mirë është të bëjnë që në fillim. Po unë se funksionon që e dinë ata që janë lartë. Gjërat ato që janë që bëjnë, mendoj unë, do bëjnë fillimisht punimet që janë poshtë, pastaj do bëjnë asfaltimet e këto. Me sa mbaj mund të si vlonjate që janë, rrugët janë prishur disa herë. Pastaj vërtet dakord hapen rrugët i bëjnë këto kanalizimet. Po i keni parë si kanë mbetur broka skalon nuk makina, nuk kthehet në normalitet. Çajet lungomarja, shohim pas shpinës tënde kanalet e hapura në mesin e shëtitores. Më falni që unë nuk jap mendim, jo se kam frikë, po jam lodhur. Ka korrupsion. Po mirë, këtë çarje asgjë s'bëhet me ligj. Të gjitha bëhen pa ligj. Si të fitojnë të pak ata që janë të qeverisë, që janë të pushtetit dhe të tjerët le të ngordhin. Ka kaq muaj këtu është një punë që mund të mbaronte për një javë. Megjithatë i kemi thënë, si do t'i marrin tenderet njerëzit. Në rregull? Po do bëhet mrekulli, do na vi ujë. Do na vi ujë këtu ku është shkretëtiri që s'ka pat ujë ndonjëherë. Jo, nuk çuditemi ne të moshuarit, sepse e kemi parë kur u bë lungomarja çfarë
punime shumë dhe nuk themi që është ndonjë diçka e papritur, biles është vonuar shumë që të rihapet. Të pish, ka pat aq sa nuk mjaftonin. Dhe kështu që tani, sepse ne çdo vit nuk rrim dot pa bërë një investim. Patjetër, ne presim shumë gjëra në ndërtim se edhe unë ndërtues jam. Po? Ujë të pishëm, energjisë elektrike, internetit, ujrave të bardha të shiut, ujrave të zeza, pra fillon ndërtimi. Tek ne bëhet e kundërt. Projekti realizuar në Vlorë për ujësillësinë e ri ka prekur tashmë çdo zonë të qytetit duke dëmtuar ndjeshën infrastrukturën rrugore. E vetmja zonë e paprekur deri më tani ishte Lungomare, e cila me sa duket nuk do t'i shpëtojë shkatrimit. Të huaj që jetojnë prej disa kohësh në Vlorë, por edhe shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, bashkë sot në një aksion për pastrimin e një zone në Bregdetin e Lungomares. Ata kanë dhënë një shembull qytetarie duke ju bashkuar një nismë thjesht vullnetare për të mbajtur pastër detin, qytetin dhe Bregdetin. Të huaj që jetojnë për disa kohësh në Vlorë, por dhe shqiptarë që jetojnë jashtë vendit janë bërë bashkë në një aksion për pastrimin e një zone bregdetare pranë Lungomares. Ata kanë dhënë një shembull për të gjithë qytetarët, duke ju bashkuar një nismë thjesht vullnetare për të mbajtur pastër qytetin, Bregdetin dhe detin. Krenari dhe Rafaela janë shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, por gjatë qëndrimit të tyre në Vlorë nuk mund të qëndronin pasiv. Ata ju bashkuan pa hezitim nismës vullnetare për një qytet më të pastër. Më quajnë Krenar Kondo. Jam me dëmba përdem në Vlora, po një pjesë jeton në Itali dhe një pjesë jeton në Shqipëri. Erdhëm volontarisht dhe pam që këtu është se ne deti ato që ti kthem mbrapsh. Edhe detin e kthem mbrapsh ne do t'i heqim tani. Volontarisht. Nuk asnjë janë. Thjesht e bë bashkë, jo bashkë, rastësisht jam bër bashkë. Pam njëri tjetrin, ka tuaj, jam amerikan, ja që erdhë të tjerë tani, erdha e vajza me qenë. Erdi një djallë tjetër, e kry djallë këtu, erdi tani, dhe u bëm një grupe tani, ja, shiko vetë ato, qa kemi bërë atje. Jo, jetoj jashtë, jetoj në Egypt, po kam ardhur vetëm sa për letra këtu, edhe rastësisht po bëja një xhiro, edhe gjej këta kanë një faqe në Facebook, edhe po mblidhin ato të Vlorës, se neve jetojmë këtu, Amerikanë janë, po edhe thanë duan ta gjejnë të pastër Vlorën. Edhe pyeta që mund të ndihmoj, thanë, okay, kanë blerë ato bagat e tyre, kanë blerë doreze, kanë të gjitha aty, kushdo, po, rastësisht, edhe pastaj erdhi dhe ai. Jo, në faktikisht ajo është më mirë, po deti duhet të jetë më i pastër gjithmonë. Për kafshët e detit, për peshkut, për neve, duhet ta mbajmë sa më mirë. Vlora është fantastike. Josh, Grek dhe disa Amerikanë të tjerë jetojnë prej kohësh në Vlorë. Ata shprehen se duan shumë këtë vend, një qytet ku natyra ka farur bukuri të shumta, por sipas tyre, pastërtia është vlera që jep më shumë rëndësi çdo destinacioni. Ndaj në mënyrë krejt vullnetare ka nisur një aksion pastrimi për gjatë vijës bregdetare. USA, America, yeah, North Carolina. Yeah. Atë, po pastroni volontarisht? Po, unë I gjeta në faktikisht këtu. What you are doing? Why you We're doing just coming that? and cleaning up all from the debris from washing in, just trying to keep Vlora clean because we live here and we like it, to be clean. Thonë që duan ta pëlqejnë shumë Vlorën, të jetojnë këtu dhe duan të gjejnë më të pastër, prandaj ata doni ta pastronin, domethënë. Yeah. It's a beautiful town, so we want to show that we're clean, helping out, and then getting other people to join to help. Është vend shumë I bukur thotë, edhe doni ta gjeni më të pastër, edhe janë shumë domethënë të gëzuar që të bëjnë edhe njerëzit të tjerë si pastrojnë atave. Ju jetoni këtu? You are living here? Yes, I live here in Vlora. Yeah, I live here since November. We came in November from USA, North Carolina, and we live here right up the street. And so we see this every day, and so we try to go around and clean up and just pick up trash here, Old Beach, down by the tunnel, the pier, everywhere we can, yeah. Okay. Ai jeton këtu, ka domethënë që në 11, ka jetuar këtu dhe është shumë I gëzuar, edhe shikon ditë për ditë që ka këto gjërat këtu në tek deti. Dorin çdo ditë. Edhe filloi domethënë që ta pastroj. Okay. Your name? Josh. Josh. Yes. Okay, thank you very much. US. From the United States, yes. Jam Greg, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, jetoj prej pak kohësh këtu në Vlorë, vendi është fantastik dhe më pëlqen shumë. Këtu sot kemi ndërhyrë për të pastruar zonën, është shumë e rëndësishme që Bregdeti të jetë I pastër në një ambient të bukur të qytetit. Jemi krejt rastësisht këtu.
Pam këtë situatë dhe vendosëm vullnetarisht për të ndërhyrë për ta pastruar. My name is Greg. Thank you, Greg. I'm from Missouri, USA. Unë jam nga Missouri, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam pak kohë këtu që jetoj në qytetin e Vlorës. Jemi fare rastësisht dhe po pastrojmë vendin. Është një qytet shumë i bukur, Vlora ndaj dhe duhet të pastrohet. Ne jemi këtu vullnetarisht për të pastruar. I've been here since June and I'm getting ready to work on my resume. Një nismë që tregon se Vlora meriton më shumë vëmendje, një shembull që vjen nga të huajt, por që përcjell një mesazh të qartë. Pastrimi duhet të jetë pjesë e përditshmërisë sonë. Do të vijojmë me të tjera problematika, mungesa e fuqisë blerëse dhe kushtet e vështira të punës, duket se po e çojnë tregun e çoles drejt falimentimit. Vetë tregtarët shprehen se numri i tyre është reduktuar ndjeshëm, ndërsa në treg mungojnë edhe kushtet minimale për ushtrimin e aktivitetit. Mungesa e fuqisë blerëse dhe kushtet e vështira të punës po e çojnë tregun e çoles drejt falimentimit. Edhe numri i tregtarëve është reduktuar ndjeshëm. Vetë ata pranojnë se situata është shumë e vështirë. Kushtet e rënda në të cilat punojnë çdo ditë kanë detyruar një pjesë të tregtarëve të largohen, ndërsa në treg mungojnë edhe kushtet minimale për ushtrimin e aktivitetit. Tualetet nuk kanë ekzistuar asnjëherë, ndërsa tendat mbrojtëse nga rreshjet e shiut janë dëmtuar plotësisht. Problem mbetet edhe mungesa e fuqisë blerëse, çka po i shtyn edhe ata pak tregtarë që kanë betur ta shohin me pesimizëm të ardhmen e tyre. Ndimën është që vështirë. Ka ardhur më ndryshe. As të mira, as të lira. Ja nuk kam shumë ndjenjë, s'kam ndjenjë. Situata është e vështirë. Blerje, siç e shikoni, është shumë keq. Shumë pak se tani malli është në sezoni tillë që është malli shumë i shtrenjtë dhe nuk ka fuqi blerëse më. Kushtet e tregut. Ja, shikojeni. Se kur jemi akoma në mesjet, ja kështu i bie. Ta e fjalë të mira ka thënë ajo, kryetare bashkisë, të shkojmë çfarë do bëjmë. Premtim na janë dhënë, ka ardhi, ka pari, ka bërë, ndovë dorta, shikojmë. Zero, shumë keq. Tani këtu siç është bërë rinia ka ikur, ka mbetur vetëm moshë tretë. Ata nuk janë konsumatorë. Për zero fare. Deri tash i kam bërë 500 lekja. Sa mori njëra 500 lekë qepa, s'kilen se bëri tamam. S'ka punë. Tregtarët të u larguan. Popullsia i ku fare, e siç e shikon vendi shkret gjatë ditës. Kushtet s'kan dalë fare, kushtet shikojë njëri që nga gabinat që janë. Si e vitria që rrinin njerë me inko kanaleve dhe lumejve. Ashtu është këtu. Jo fare. Ka marrë privati tonë edhe parat e privati janë. Në tregun e çoles ishte paralajmëruar se do të zhvendosej një pjesë e tregtarëve nga tregu i madh për shkak të rikonstruksionit të këtij të fundit, por kushtet aktuale në tregun e çoles janë tepër të vështira, duke vënë në pikë pyetje vazhdimsinë e funksionimit të tij. Ka nisur rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Marigoposio, një investim i Bashkisë Vlorë në funksion të përmirësimit të infrastrukturës arsimore dhe rritjes së cilësisë së procesit mësimor. Në mjediset e godinës ka qenë sot e pranishme dhe kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini. Ka nisur rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Marigoposio, një investim i rëndësishëm i Bashkisë së Vlorës në funksion të përmirësimit të infrastrukturës arsimore dhe rritjes së cilësisë së procesit mësimor. Sot në mjediset e shkollës ka qenë vetë kreu i Bashkisë së Vlorës Bruna Mersini dhe nënkryetarja e Bashkisë Renato Shkallari. Projekti sipas Bashkisë synon krijimin e kushteve bashkëkohore për zhvillimin e mësimit duke garantuar ambiente më të sigurta, funksionale dhe komode për nxënësit dhe stafin arsimor. Rikonstruksioni përfshin ndërhyrje të plotë në godin, përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare, sistemimin e ambienteve të brendshme dhe të jashtme, si dhe rritjen e standardeve të sigurisë. Sipas Bashkisë, investimet në arsim mbeten prioritet pasi përfaqësojnë një hap të rëndësishëm drejt ndërtimit të një të ardhme më të mirë për fëmijët dhe komunitetin, ndërsa projekte të tilla kontribojnë drejt për drejt në rritjen e cilësisë së arsimit dhe krijimin e një mjedisi motivues për nxënje dhe mësimdhënie.
Mediat e huaja vazhdojnë bëjnë një honë në Bregdetit të Shqipërisë, e ka ndarë në rrjetet e tij sociale kryeministri Rama, ku do t'i bashkohet edhe mbledhjes së Bordit të Paqes, e cila është iniciuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Ditën e sotme media Prototema ka shkruar mbi pjesëmarrjen e kryeministrit Rama në këtë mbledhje me rëndësi botërore. Mediat e huaja i kanë bërë jehon vizitës së kryeministrit Rama në Washington, ku do t'i bashkohet mbledhjes së Bordit të Paqes, e cila është iniciuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Pasi bëri xhiron e rrjetit, lajmi është konfirmuar dhe nga vetë kryeministri në podcastin e T'i Flasim, e jo vetëm. Ditën e sotme media Prototema ka shkruar mbi pjesëmarrjen e kryeministrit Rama në këtë mbledhje me rëndësi botërore. Edi Rama do të marrë pjesë në mbledhjen inauguraluese të Bordit të Paqes të Donald Trump, shkruhet në titullin e artikullit të publikuar nga media huaj. Ndërsa më tej, raportimi nga Prototema vijon duke sqaruar takimin që do të realizohet më 19 shkurt. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të udhëtojë për në Washington javën e ardhshme për të marrë pjesë në takimin inaugurues të Bordit të Paqes të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i planifikuar për 19 shkurt, shkruan gazeta Prototema. Mediat greke raportojnë gjithashtu se në takimin e Washingtonit do të jetë i pranishëm edhe presidenti i Rumanisë si vëzhgues. Ato i referojnë një postimi në rrjetin social X, ku Nikos Ordan njofton pjesëmarrje në takimin e parë të Bordit të Paqes. Do të zhvendosemi me të tjera informacione, ndalemi tek politika ku shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas në konferencën e Mynyut duke folur për një antarësim të shpejtë të Ukrainës në Union, shtoi se Brukseli nuk duhet të lejojë që Shqipëria, Malizi të presin ende më gjatë për t'u antarësuar dhe për të kryer detyrat. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas ishte pjesë e një paneli diskutimi në konferencën e sigurisë në Myny, një nga takimet më të rëndësishme gjeopolitike në botë. Duke folur për sigurinë e kontinentit, kryediplomatja tha se zgjerimi i bllokut është si antidot ndaj imperializmit rus dhe si një zgjedhje gjeopolitike që BE-ja duhet ta mbështesë. Përfaqësuesja lartë e KS foli për një antarësim të shpejtë të Ukrainës në Union, por shtoi se Brukseli nuk duhet të lejojë që Shqipëria dhe Malizi të presin shumë gjatë, shtete që sipas saj i kanë tashmë detyrat. Edhe ne në Estoni duhet të realizonim reforma të shumta për të bashkuar me BE-n, por situata gjeopolitike ishte vendimtare. Ndoshta nuk është realiste të thuash që të gjithë duhet të hyjnë njëkohësisht, sepse ka vende të vogla si Malizi dhe Shqipëria, që presin prej kohësh dhe punojnë aktivisht në reforma. Nëse duam ndryshime, duhet të marrim vendime më shpejt. Nuk mund të jetë që kandidatët të kryejnë detyrat e tyre e ne më pas të themi se nuk jemi gati t'i pranojmë. Pas luftës në Ukrainë dhe zhvillimeve të tjera, Bashkimi Evropian e ka bërë zgjerimin një nga prioritetet që bloku duhet të ndjek. Qendra Kulturore e Bashkisë Sarand organizoi festivalin e Vallës dhe Polifonisë, një konkurim mes barzëve më të rinj të pasurisë në rajonin më jugor të vendit. Sipas drejtorit të Qendrës Kulturore Ismail Myrtaj, festivali solli në vëmendje traditën folklorike për një publik që ka treguar vëmendje të veçantë. Për herë të parë Qendra Kulturore e Bashkisë Sarand ka iniciuar dhe organizuar një festival, Festivalin e Vallës dhe Polifonisë, që në thelb ishte një konkurim mes barcësve më të rinj të kësaj pasurie në rajonin më jugor të vendit. Në festival morën pjesë grupe të përbërë nga nxënës të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme nga Bashkitë Sarand, Delvin, Finiq dhe Konispol. Drejtori i Qendrës Kulturore Ismail Myrtaj thotë se ky festival solli vëmendje në traditën e larmishme folklorike të rajonit për një publik që tregoi interes të veçantë. Jemi shkollëvarëse e shkollës së mesme Lektor Karl Livadian. Shumë faleminderit. L'amor. Tani, Konispoli është një vatër e traditës të folklorit, e cila e ka dhënë kontributin e saj në folklor, që ishtë në vitin 1887, ku Osman Taka hodhi vallin e tij, e cili
u quajt vallja që shpëtoi jetë. Më vonë Taib Madani, e cili e hodhi përsëri këtë vallë pas 100 vjetësh, dhe sot ky brez i ri po vete në traditën e këtyre valltarëve dhe të kësaj tradite të korresponit. Bravo vajza dhe jetë, ju uroj suksese në mësimi dhe më vonë në jetën kulturore që kemi tash. Shkollarët e ardhur nga të 4 bashkitë jugore bashkuan në një festë tradite, ritmesh dhe emocionesh, të ardhur nga ballja dhe kënga popullore, nga larmia e kostumeve tradicionale, kostumet popullore shumë ngjyrshe. Në festivalin e polifonisë dhe balles përballë bashkive Sarand, Delvin dhe Finiq, performanca e grupit të ardhur nga bashkia e Konispolit u vlerësua më e mira dhe u nderua me çmimin e parë, ndërkohë çmimi i dytë shkoi për bashkitë Finiq e Sarand dhe me çmimin e tretë u vlerësua bashkia Delvin nga një juri e përbërë nga emra të spikatur të fushës. Për të qenë sa më të panshëm në vlerësimin e prurjeve, antarët e jurisë morëm nga qytetet të tjera. Të spikatur në fushën e artit, ata ishin Ylli Dudumi, profesor muzike në shkollën artistike Fehmi Ibrahimi, Semine Sulozeki, profesoresh kanto në shkollën artistike Fehmi Ibrahimi dhe Roland Çeko ishte kryetari i jurisë Mjeshtri Madh. Ky festival u zhvillua për herë të parë në nivel rajoni, ku morën pjesë bashkitë e Sarandës, bashkia Delvinës, Finiqit dhe Konispolit. U morën pjesë të rinjt nga të 4 këto bashki, duke shpalosur nivelin, po themi, më të lartë, maksimal traditën. Unë i përgëzoj të gjitha bashkit, duke i falenderuar për pjesëmarrjen e tyre, duke falenderuar kryetarët e bashkive për pranimin e ftesës, të gjitha grupet ka bashkit për rreth, sollën në vëmendje traditat, veshjet, folklorin, publiku ishte shumë i ngrohtë. Festivali bashkoi në një organizim grupet artistike rinore duke sjellë për publikun vlera autentike të këngës dhe valles popullore që trashëgohen brez pas brezi. E gjitha krijoi ndjesinë e bashkimit përmes kulturës dhe identitetit të krahinave, ndërsa foli bukur tradita e artit burimor. Policia e Vlorës bën me dije se gjatë 24 orëve për vepra të ndryshme penale ka referuar në prokurori ku ka nisur dhe procedimin penal për 7 shtetas, ndërkohë që në lagjen Pavarësia 2 është gjetur pa shenja jete në banes një 90 vjeçar shtetas italian. Nga hetimet e para dyshohet se ai e ka humbur jetën për shkaqe natyrale. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 41 vjeçar banues në Vlorë pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë gjetën një sasi të vogël lënde të dyshuar narkotike kokainë, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët e stacionit të policisë Orikum referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për një 18 vjeçar banues në fshatin Radhim, sepse pas një konflikti për motive të dobta me një 20 vjeçar banues në Orikum, i ka kthyer të fundit xhamat automjetit me sende të forta. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë së Sarandës referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetacin D.A. banues në Delvin, pasi u konstatua duke kryer punime ndërtimi pa leje. Ndërkohë specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të komisariatit të policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për një 21 vjeçar banues në Sarandë dhe për një të mitur 17 vjeçar banues në fshatin Shelegar, pasi u konstatuan duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori për vlerësim për 2 raste, për shtetasit VSH 71 vjeç dhe MP 60 vjeç, të 2 banues në Vlorë pasi janë konfliktuar me njëri tjetrin për motive të dobta. Një ditë më parë në lagjen Pavarësia 2 është gjetur pa shenjë jete në banes një shtetas italian 90 vjeçar. Nga hetimet e para dyshohet se ai ka humbur jetën për shkaqe natyrale. Materialet procedurale ju referuan prokurorive të Vlorës dhe Sarandës për veprime të mëtejshme hetimore. Flamurtari merr pikën e vet me shpresë në transfert, por vazhdon të mbetet në një situatë të vështirë për renditje. Ekipi vlonjat barazoi 1-1 me Dinamo City në takimin e zhvilluar të dielën pas dite në Elbasan, duke arritur në kuotën e 20 pikëve në renditje. E pavarësisht këtij barazimi të rëndësishëm, pozitat e flamurtarit mbeten ende të rrezikuara për mbijetesë.
Flamurtari ka marrë një pikë shprese në transfer, por vazhdon të mbetet në një situatë të vështirë në renditje. Ekipi Vlonjat barazoi 1-1 përballë Dinamo City në takimin e zhvilluar të dielën pasdite në Elbasan, duke arritur në kuotën e 20 pikëve në renditje dhe duke u ngjitur në vendin e 9 në kategorinë superiore. Megjithatë, pavarësisht këtij barazimi, pozitat e Flamurtarit mbeten ende të rrezikuara në garën për mbijetesë. Ndeshja ka nisur me një ritëm të kënaqshëm nga të dyja skuadrat, por ishte Flamurtari që arriti të kalonte i pari në avantazh. Në minutën 19, pas një penalltie të fituar me mjaft zgjuarsi në zonë, Bolzan u tregua i saktë nga pika e bardhë duke kaluar Vlonjatët në përsi. Goli i dha besim skuadrës e cila për disa minuta arriti të menaxhonte mirë lojën dhe të kontrollonte iniciativën. Megjithatë, në fundin e pjesës së parë Dinamo reagoi dhe arriti të barazojë shifrat pas një aksioni të shpejtë, duke shfrytëzuar një moment pa vëmendje në mbrojtjen e Flamurtarit. Me rezultatin 1-1 u mbyllën 45 minutat e para duke lënë gjithçka të hapur për pjesën e dytë. Në fraksionin e dytë të lojës, Flamurtari u përqendrua më shumë në fazën mbrojtëse, duke u treguar i kujdesshëm për të mos pësuar golin e dytë. Ndërkohë kjo pikë shërben Flamurtarit për të lënë vendin e fundit dhe për të ngjitur në vendin e 9, por situata mbetet ende shumë delikate. Në skemën aktuale të kampionatit, edhe kjo pozitë nuk garanton qëndrimin e elitë, çka do të thotë se çdo ndeshje e mbetur deri në fund të sezonit merr vlerën e një finaleje për skuadrën vlonjate. Në javët e ardhshme Flamurtari do të luajë në fushën e vet, ku do të pres Partizanin Tiranën në një përballje mjaft të rëndësishme. Në javën e ardhshme Flamurtari do të luajë në fushën e vet, ku do të pres Partizani Tirana në një përballje mjaft të rëndësishme. Përballja në Vlorë pritet të jetë vendimtare për fatet e skuadrës, pasi një tjetër hap fals mund ta komplikojë edhe më shumë me objektivin për mbijetesë në Superligë. Zhvendosemi në rajon, një rezolut e parlamentit të Zvicrës e nënshkruar nga 30 deputet të këtij parlamenti është dorëzuar sot në gjykatën speciale të Hagës, përmes të cilës kërkohet drejtësi për ish-krerët e UÇK-s. Një rezolutë e parlamentit të Zvicrës e nënshkruar nga 30 deputet të këtij parlamenti do të dorëzohet sot në gjykatën speciale në Hagë, përmes së cilës kërkohet drejtësi për ish-krerët e UÇK-s. Rezoluta do të dorëzohet nga veprimtari Sali Bislimi në gjykatën speciale, i cili 3 vite më parë i është adresuar qeverisë zvicerane. Deputetët nënshkrues të rezolutës janë nga të gjitha partitë politike zvicerane. Rezoluta kërkon nga qeveritarët një gjykatë për drejtësi të paanshme dhe të barabartë. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka uruar Kosovën për 18 vjetorin e shtetësisë së saj, duke rikonfirmuar mbështetjen dhe suportin e palëkundur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, bën me dije presidenca e Kosovës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka uruar Kosovën për 18 vjetorin e shtetësisë së saj, ndërsa ka konfirmuar edhe mbështetjen e palëkundur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Në letrën e nisur nga Trump, Kosova është përgëzuar për pjesëmarrjen në themelimin e Bordit të Paqes, si dhe për mbështetjen e këtij vendi në përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të zgjidhur problemet globale me Ukrainën, Gazën dhe vendet të tjera. Teksa marrëdhënia mes dy vendeve vazhdon të rritet, ne mirëpresim zgjerimin e partneritetit përmes bashkëpunimit tregtar dhe investimeve. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të punojnë së bashku me Kosovën për të avancuar paqen dhe stabilitetin për të mirën e përbashkët, është thënë ndër të tjera në letër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ndarë mbi $2 miliard për Kosovën prej vitit 1998. Udhëheqës shtetëror kosovare kanë përsëritur ndër vite se Amerika është partnerja më e rëndësishme e Kosovës e se mbështetja e saj është jetike. Në këtë linjë, Kosova së fundmi është bashkuar edhe nismës së Trumpit për Bordin e Paqes, përmes së cilës SBA synon dhënien fund të konflikteve në botë. Ju falenderoj për vëmendjen, ju përshëndes. Mirupafshim.